Qytetarët që planifikojnë të blejnë një apartament duhet të tregohen të kujdesshëm dhe të informohen për të çmimit për metër katror apo pamjes së jashtme të objektit. Siguria e ndërtimit dhe kushtet teknike gjatë realizimit të objektit janë ato që kanë rëndësi afatgjatë. Qytetarët shpesh udhëhiqen vetëm nga çmimi për metër katror, lokacioni i objektit dhe sa e bukur duket objekti në render. Në fakt nuk është ashtu. Në fakt nuk po blejmë sipërfaqe. Po blejmë gjithçka tjetër që është pjesë e atij ndërtimi. Duhet që të thellohet si thua dhe të pyesi dhe të marrë informacion. Inxhinieria Dëshira Mane thotë se projektimi është baza e çdo ndërtimi dhe neglizhimi i tij sjell pasoja serioze. Projektimi është baza që urdhëron klientin si t'i shpenzojë paratë e veta në mënyrë eficiente. Duke marrë shkas nga ngjarja e ndodhur të martën, ku një pallat u përfshi nga flakët, ajo thekson se ekzistojnë procedura të qarta dhe standarde të detyrueshme. Ne kemi dy standarde në ndërtim, që është standardet kriteret e projektimit dhe kriteret e zbatimit, të cilat duhen zbatuar me rigorozitet nga të gjithë inxhinierët, arkitektët, urbanistët, të gjithë pjesëmarrësit në projekt. Në përfundim ajo nënvizon se roli i inxhinierit duhet të jetë udhëheqës në proces, duke orientuar investitorin drejt vendimeve të drejta dhe efikase, në mënyrë që ngjarje si ajo e së martës të mos merrnin përmas aq të mëdha.